Edhe pse njihen si figura ikonike të ekranit, marrëdhënia mes Mustaf Muçaj dhe vajzës së tij, Anitës, është një gërshetim interesant mes dashurisë prindërore dhe rivalitetit profesional. Anita ka treguar shpesh se rritja në shtëpi me një ikon të lajmeve, si babai i saj, nuk ka qenë e lehtë. Ai ishte kritiku i saj më i ashpër, duke i kërkuar përsosmëri në diksion dhe qëndrim që në hapat e parë që ajo kishte pranë RTK-s. Çdo gjë në familjen e tyre ishte shumë e bukur, por ndarja nga jeta e mamit të Anitës nga një sëmundje e rëndë thërmoi shumë çka në shpirtrat e tyre. Edhe në intervista me lot në sy, Anita shpreh se do të kishte dhënë çdo gjë, vetëm që një moment të kishte pranë mamin e saj e të vendoste kokën tek ajo. Teksa fëmijët kanë formuar familjet e tyre, edhe babai i Anitës, disa vite pasi bashkëshortja e tij ka ndërruar jetë, ka vendosur të ketë një partnere në jetën e tij. Moderatori i njohur këtë aspekt të jetës nuk e ka mbajtur plotësisht privat, sepse e ka zyrtarizuar lidhjen e tij kur është paraqitur publikisht me partneren e re në një ballo shqiptare. Në fotografitë e publikuar, Muçaj shihet bashkë me partneren e tij në krah. Mësohet se bashkëtuesja është shumë vite më e re, por ajo që ka rëndësi është se në këtë lidhje Mustafa ka kërkuar edhe miratimin e fëmijëve. Ato e kanë respektuar vendimin e të atit, ndërkohë që ai prej kohësh vijon bashkëtesa me partneren dhe vijojnë jetën normalisht, duke u shfaqur së bashku edhe në ambiente publike.